Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë që do flitet shumë për këtë muaj ngusht, do flitet shumë për çështjet që ndodhin, do flitet shumë për mundësinë që na jepet dhe kohën kur neve nisim diçka të re ose bëjmë diçka që neve na duhet. Kemi një ndikim shumë të mirë, tepër pozitiv, madje është periudha e artë, e ditës së nesërme, ku kemi një hënë të re në Luan, si dhe shoqërohet me eklipsin diellor në shenjën e Luanit. Ndikimet dhe fillimet e fuqishëm për zemrën, identitetin, dashurinë dhe fatin personal. Miqtë mi të dashur, kemi një nga ndryshimet dhe ndikime më të mëdha të ngjarjeve të rëndësishme astrologjike për këtë muaj. Një nga momentet më të forta të gjithë verës. Hëna e re në Luan na jep mundësinë dhe çështjet që shoqërohen me eklipsin diellor në Luan. Kjo nuk është një hënë e re e zakonshme. Çdo hënë të re fillon një cikël i ri, sjell fillime të reja, mundësi për të vendosur një qëllim dhe për të parë jetën në sy tjetër. Por kur hëna e re shoqërohet me eklips diellor, atëherë energjia bëhet shumë herë më e fuqishme, më karmike, më e thellë dhe më e lidhur me drejtimin e fatit. Ja pra çfarë ndodh me eklipset. Eklipset nuk janë për të keq, siç shkruhen, apo siç fliten. Pra e themet madhe, prandaj hiqni dorë nga gjërat që nuk kanë lidhje fare me realitetin, por kanë diçka që është reale. Ajo që ndodh, ajo që është e vërtet. Eklipset nuk vijnë për të sjellë vetëm ngjarje të momentit. Ato hapin porta, ato zgjojnë të vërteta, ato përjetojnë zhvillime ndoshta duke përgatitur prej kohësh. Ato na vendosin përballë pyetjeve që nuk mund t'i shmangmi më. Pyetjet që janë: kush jam unë? Çfarë dua të tregoj në këtë jetë? Cila është drita ime? Ku po e zvogloj veten? Ku po kërkoj vëmendje, por jo dashuri të vërtet? Ku duhet të marr guximin për të filluar nga zemra? Sepse kjo hënë e re dhe ky eklips diellor ndodhin në shenjën e Luanit. Dhe Luani nuk është një shenjë e heshtur, e fshehtë apo e ftohtë. Luani është shenjë e diellit, e zemrës, e dritës, e krenarisë, e shëndetit, e krimtarisë, e dashurisë, e fëmijës, e talentit, e skenës, e guximit, të qenë vetvetja dhe nevojës që njeriu për të jetuar me dinjitet. Prandaj ky eklips sjell mesazh shumë të fortë. Nuk mund të jetojmë më duke fshehur dritën tonë. Nuk mund të jetojmë më duke kërkuar leje për të qenë vetvetja. Nuk mund të vazhdojmë të qëndrojmë në vende ku zemra nuk rreh më nga gëzimi. Nuk mund të pranojmë marrëdhëniet ku dashuria është e ftohtë, ku vëmendja është e paktë, ku respekti mungon ose ku njeriu ndihet shumë i vogël. Hëna e re në Luan është një fillim nga zemra, por eklipsi diellor në Luan bën fillimi shumë të fuqishëm. Këtu nuk flasim vetëm për dëshirë, flasim për fat, flasim për një rrugë që hapet, por edhe për një rrugë tjetër që mund të mbyllet. Flasim për një moment ku jeta mund të na tregojë se ku duhet të shkëlqejmë, por dhe ku kemi shkëlqyer për njerëzit e gabuar. Duhet të shikojmë në detaje. Ndiqni këto detaje sepse ka të bëjnë me përditshmërinë, ka të bëjnë me jetën, ka të bëjnë me mundësinë. Në astrologji dielli lidhet me identitetin, me vetdijen, me vullnetin, me energjinë jetësore dhe me ato që njeriu është në thelb. Hëna lidhet me ndjenja, me shpirtin, me instiktin, me nevojën e brendshme dhe me sigurinë emocionale. Kur dielli dhe hëna bashkohen në hënë të re, krijohet një pikë fillimi. Por kjo do thot bashkim, që ndodh si eklips, atëherë fillimi nuk është thjesht personal, është më i thellë, më i fuqishëm dhe shpesh i lidhur me gjëra që kanë pasoja në muaj që vijnë, por këta janë në favorin tonë, jo disfavorin tonë. Ky eklips mund të hapë zhvillime që nuk shihen vetëm me 12 gusht. Shpesh energjia e një eklipsi punon për disa muaj. Ajo mund të sjellë ngjarje, vendime, takime, fillime, ndarje nga e keqja, ndryshime të mëdha në punë, ndërgjegjësim, shfaqet gradualisht. Prandaj nuk duhet të presim që gjithçka të ndodhë brenda një dite, brenda një ore, por në muaj që do vinë. Por duhet të kuptojmë se kjo ditë vendos një farë shumë të fuqishme, që i reziston shiut, i reziston vendimeve të mëdha, reziston në kohën e duhur, për gjithçka ndodhin dhe rritet shëndetshme. Kjo farë mbyllet në shenjën e Luanit dhe kjo është ndikimi, është jeta, është vazhdimësia. Luani na flet për dashurinë që nuk duhet të jetë i vogël, për zemrën që nuk duhet të jetë me frikë, për krimtarinë që nuk duhet të shtypet, për talentin që nuk duhet të fshihet, për fëmijën e mbrëmshëm që kërkon gëzim, për njeriu që duhet të kujtohej se nuk erdhi në këtë jetë vetëm për të mbijetuar, por edhe për të jetuar, për të krijuar, për të dashuruar, për të rrezatuar, për të lënë gjurmë dhe për të jetuar me atë krijuesi ka sjell.
Por duhet të bëjmë një dallim shumë të rëndësishëm. Luani në nivelin e tij të lartë është dinjiteti, bujaria, zemra e madhe, guximi, krijimtaria dhe drita. Por në nivelin e tij të ulët mund të bëhet ego, krenarie e tepruar, nevojë për vëmendje, por gjithsesi duke dominuar gjithçka në qendër të asaj çka kërkohet. Prandaj ky eklips na pyet, po shkëlqejmë nga zemra apo po kërkojmë miratim? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme për të gjithë. Në dashuri, ky eklips mund të sjellë zhvillime të mëdha, mund të hapi një histori të re, të sjellë në takim që prek zemrën, të ringjall pasionin, të sjellë vendime për një lidhje ose të tregojë qartë nëse një marrëdhënie ka ende zjarr. Por njëkohësisht mund të nxjerrë në sipërfaqe edhe marrëdhëniet ku ka shumë ego, shumë dram, shumë nevojë për vëmendje dhe për dashuri të vërtetë. Dashuria në këtë eklips kërkon sinqeritet, jo lojra, jo krenari të sëmur, jo heshtje për të ndërshkuar tjetrin, jo prova të lodhshme, por për të parë kush dhe nga vim. Luani kërkon dashuri të madhe, por dashuria e madhe nuk është gjithmonë zhurmë. Dashuria e madhe është prani, ngrohtësi, respekt, zemër dhe guxim për të zgjedhur qartë atë që duam. Për çiftet, kjo periudhë mund të sjellë biseda për ndjenja, për fëmijë, për plane të rëndësishme të përbashkëta për të ardhmen. Në mënyrë që marrëdhënia mund të bëhet më e gjallë. Nëse një lidhje ka humbur gëzimin, atëherë ka humbur dhe rrugën. Ky eklips mund të tregojë se ku duhet të kthehet drita. Ky eklips na ndihmon jashtëmase për ata që janë ndarë të bashkohen. Ky eklips na ndihmon për gjithçka neve duam dhe kërkojmë. Mund të tregojnë çfarë mund të fshihet mbi atë që është. Pra, ata që janë vetëm, hënëre dhe eklipsi diellor në Luan mund të sjellë dëshirë të fortë për dashuri, pasion, njohje të reja, tërheqje, flërte dhe dashuri pa ndikime të brendshme, dashuri të pastër, të sinqertë dhe magnetizimi i qëndrueshëm. Një njohje mund të jetë shumë e fuqishme, por duhet parë nëse ka vërtetësi, jo vetëm shkëlqim. Pra, në punë dhe në karrierë, ky eklips është shumë i rëndësishëm për ata që duan të dalin përpara, të prezantojnë një ide, të tregojnë talentin, të marrin rolin udhëheqës, të krijojnë diçka, të punojnë për shumë gjëra, për artin, për edukimin, për argëtimin, për gjëra të mëdha që do të vinë tani e tutje. Për ata që janë hequr me pa të drejtë nga puna, duket se me këtë eklips do të bashkohen, kanë një ndjenjë shumë të madhe, një ndarje e pa drejtë që është bërë ndaj familjes së tyre. Dhe kjo do thot ndikim, kjo do thot mundësi. Por duhet të jemi të kujdesshëm, sepse eklipset nuk duan nxitim të verbër. Në ditë rreth eklipsit emocionohemi, mund të jemi më të fortë, krenaria më e ndjeshme, dëshira për reagimin më të madh. Nuk është mirë që të marrim vendime vetëm nga zemërimi, nga egoja, por eklipsi na mëson që ne vetë jemi të qetë në kohën që do të marrim vendime dhe të kemi vëmendje. Ky eklips kërkon guxim, por jo impuls. Kërkon zemër, por jo dram. Kërkon fillim, por jo nxitim të papjekur. Një çështje krijuese, ku është momenti shumë i fuqishëm dhe mund të lindë një projekt i ri, një ide e re, një punë e re, dhe jo vetëm kaq, por në çështjet personale dhe ndikimi shumë i madh që do të keni. Duhet të krijojmë, të flasim, të tregojmë, të ndërtojmë diçka që mban firmën tuaj. Ky është një mesazh shumë i Luanit. Mos fshi talentin që të është dhënë, sepse ndikimet, favorizimet, pra marrim një tort, pra është gëzimi më i madh kur kemi deri në eklipsin që do vinë. Sepse eklipset na ndikojnë shumë gjatë 6 muajve që vinë. Vini re ku kishim eklipse çfarë ndodhi dhe koha që erdhi. Momentet dhe mundësitë të arta që kemi, pastrimi i gjithçkaje, pastrimi i mbeturinave, pastrimi i gjërave që ndikojnë, rregullojnë, startojnë. Është pikërisht ky eklips dhe kjo hënë e re që do të na mësojë shumë gjëra në jetën tonë, në përditshmërinë tonë. Në lidhje me fëmijët, ky eklips mund të jetë shumë domethënës. Luani lidhet me fëmijët, me gëzimin, me krijimin, trashëgiminë emocionale dhe për ata që do lëm pas. Për disa mund të hapin tema shumë të rëndësishme në lidhje me marrëdhënie me fëmijët, me kujdesin, gëzimin. Për të tjerët mund të zgjohet fëmijën e brendshëm, ajo pjesë e shpirtit që ka dashur të krijojë shumë gjëra. Dhe jo vetëm kaq, por është ndikimi më i mirë dhe mundësitë të arta. Do të kemi përgjegjësi nga çështjet që kemi marrë përsipër. Në nivel shpirtëror, ky eklips na kujton zemra që është busull, por jo zemra e plagosur që kërkon vëmendje nga ata që nuk e vlerësojnë. Jo zemër krenare që nuk kërkon falje. Jo zemër që luan role të pranueshme, por luan dhe role të ndikuar nga të tretë. Por zemra e vërtet, ajo që e di çfarë bën dhe ku duhet të rezultojë, të reagojë. Ajo që di kur dashuron, ajo që di kur përfundon diçka dhe mbledh edhe veten e vet. Ajo që di kur duhet të hapet dhe kur duhet të largohet me dinjitet.
Ky eklips mund të jetë shumë i fortë për shenjat fikse, Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi. Luani dhe Ujori, kur themi shenjat, janë shenjat përballë që kanë ndikime pra. Luani që ka Ujorin, Demi që ka Akrepin. Dhe këto shenja që preken drejt për së drejti me energjinë e Luanit, sidomos ato që kanë dhe planete personale në këto shenja. Dhe gjithashtu mund të ndjehet fuqishëm këtë ndikim, por edhe shenjat e zjarrit, Dashi dhe Shigjetari, që mund të marrin një nxitje të fortë për fillime, frymëzime, dashuri, krijimtari dhe vendime personale. Për Luanin, kjo është një moment identiteti, thirrje për të filluar një kapitull të ri, një ndikim shumë të madh, serioze, ndikime të mëdha, momente, familje, shtëpi, vazhdimsi. Për Akrepin është moment të karriere, pozicion dhe drejtimi më i madh që mund të ndodhi. Për Dashin dhe Shigjetarin mund të jetë një portë shumë pozitive për dashurinë dhe punën e tyre. Një diçka shumë e madhe ndodh, një blerje që do të bëni, punë private. Për gjithë shenjat, mesazhi është i njëjtë. Mos e zvogloni veten, mos qëndroni në vende ku drita juaj shuhet, mos kërkoni dashuri aty ku duhet të lypni vëmendje, mos e fshihni talentin nga frika e gjykimit, mos jetoni me një mask vetëm që të pranoheni, mos lejoni që krenaria juaj të mbajë larg vetes, sepse eklipsi diellor në Luan sjell një provë të zemrës. Ai pyet: a ke guxim të jesh vetvetja? Jo versionin që të tjerët presin, jo versionin që përshtatet gjithmonë, jo versionin që buzëqesh për të mos shqetësuar askënd, por versionin e vërtet. Ai që ka dritë, talent, ndjenjë, dëshirë, guxim, dinjitet. Ky është një moment shumë i mirë për të vendosur qëllime të reja, por jo me nxitim. Për shkak se kemi eklips, është mirë të dëgjojmë, të vëzhgojmë, të lejojmë që ngjarjet të na tregojnë drejtimin. Mund të shkruajmë çfarë duam të ndryshojmë, çfarë duam të krijojmë, çfarë dëshirojmë nga zemra për vendime të mëdha. Impulsiviteti do të shmangur në ditët shumë afër eklipseve, siç kemi tani. Energjia është e fuqishme dhe duhet përdorur me vetdije. Mund të jetë shumë e dobishme të pyesim veten: çfarë më jep gëzim të vërtet? Ku e kam humbur dritën time? Cili talent kërkon të dalë në jetë? Cili marrëdhënie më bën të ndihem i gjallë? Ku po e lejoj krenarin të më mbyll zemrën? Ku duhet të filloj përsëri për këtë herë dhe me shumë dinjitet? Erdhi momenti për këto pyetje që i bëjmë vetes, për këto gjëra që neve kemi. Pra eklipsi Hënare na ofron të gjitha këto. Hënare në Luan dhe eklipsi diellor po në Luan nuk vinë për të na bërë më sipërfaqësor. Vinë për na kthyer nga zemra, për të na bashkuar. Pjesën e shpirtit që e di se jeta pa gëzim bëhet detyrë, dashuria pa ngrohtësi bëhet zakon, suksesi pa shpirt bëhet boshllëk, dhe drita që nuk përdoret kthehet në dhimbje të brendshme. Prandaj dita e nesërme e datës 12 gusht, le të mos shohim vetëm qiellin, le të shohim edhe zemrën tonë, sepse ky eklips mund të jetë një moment ku jeta na kujton se cili prej nesh ka një dritë. Por kjo dritë nuk është dhënë për të fshehur, është dhënë për të ndriçuar rrugën tonë dhe nëse është e pastër dhe rrugën e të tjerëve. Mesazhi final i kësaj hëne të re dhe këtij eklipsi diellor në Luan është: filloni nga zemra, por ecni me dinjitet. Mos kërkoni vëmendje, kërkoni të vërtetën. Mos ndiqni dramën, ndiqni dritën. Mos u kapni pas krenaris, zgjidhni dashurinë që ju rrit. Dhe mbi të gjitha mos harroni, njeriu nuk është këtu vetëm për të kaluar ditën, është këtu për të krijuar, për të dashuruar, për të lënë gjurmë, për të jetuar me zemër të ndesur. Janë ndikimet e favorizimet më të mëdha, pra që ndodhin mbi u zgjata pak për sa i përket kësaj hyrje, sepse kemi dy ndikime dhe dy aspekte planetare. Po të gjini dhe të shikoni çfarë shkruhet nëpër internet, për rrjetet sociale, çfarë shkruhet do bëhet dram, do bëhet në data 22, do bëhet nami. Dhe shumë gjëra të tjera që nuk kanë lidhje me realitetin. Janë vetëm për disa klikime. Por janë këto që po ju them. Kjo është një vërtet e hidhur për disa, por kënaqësia më e madhe është kur jeni kthyer nga e vërteta. Sepse po të vini re ndikimi më i madh që ndodh në univers. Krijuesi ka krijuar gjithçka. Ka krijuar njeriu, ka krijuar universin, ka krijuar gjithçka ndodh. Dhe neve na ka dhënë mendjen ta përdorim për të mirë. Dhe sinjalet pozitive ti marrim të mirëqenia se ndodh diçka. Dhe jo ta mohojmë i diçka që është e vërtetë. Tani, para se të fillojmë me bashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz që shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi. Duke bler paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes, shkojnë te sekretaria. Atje dërgoni emailin tuaj dhe më pas jeni gati për të dërguar
mesazhin, që neve të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Nëse nuk e keni veten atje për një arsye, atëherë shkojnë tek sekretaria, dërgoni një email aty dhe më pas jeni gati për të dërguar emailin tuaj dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit për t'ju shpjeguar se si funksionon shërbimi dhe të bëni parashkrime private për hartën tuaj personale. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e kuptimit dhe të vazhdimësisë, që do thotë shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se pikërisht kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese dhe më rrezatuese të gjërave, të kohës dhe të mundësisë. Sepse pikërisht kjo periudhë është një nga periudhat më të ndikuara mbi atë që ndodh, mbi atë që rrezaton mbi ekonominë, mbi fushën, dashurinë, respektin dhe momentin e duhur. Gjithashtu, ka diçka shumë të madhe në lidhje me anën ekonomike dhe kjo do të thotë që ndikimi dhe guximi është mjaft pozitiv. Hëna e re në luan dhe eklipsi diellor ndikon jashtëmase. Një portë e re për dashurinë, krijimtarinë dhe guximin e zemrës. Sepse dashi ka një mundësi shumë të mirë dhe ky eklips ndihmon dhe vepron në anën më të mirë të mundshme. Është koha dhe momenti, sepse duke pasur parasysh mbi zgjidhjet e problematikave dhe koha që vjen është momenti më i artë. Ndikimi i dashit gjatë kësaj hëne të re dhe këtij eklipsi diellor në luan është mos veproni vetëm nga impulsiteti, sepse kur jeni të ndikuar, atëherë veproni nga zemra e pastër. Ky është një fillim i fuqishëm për dashurinë dhe për familjen. Nëse zemra ju thot filloni diçka, dëgjojeni, por mos e ktheni çdo emocion në vendim të menjëhershëm. Mos kërkoni vëmendje aty ku keni nevojë për dashuri. Mos hyni në betejë aty ku duhet të flisni me ndershmëri. Mos e fshini talentin dhe mos përdorni as veten për të provuar vlerën tuaj tek të tjerët. Ky eklips ju jep mundësinë të ndizni përsëri dritat e zemrës, të përdorni me krijimtari për dashurinë, për të gëzuar dhe për të zgjedhur atë që ju takon. Dhe jo vetëm kaq, por të ndjehni vetvetja. Ndikimet më të mëdha, për sa përket juve të shenjës së dashit, ka diçka shumë të madhe, sepse lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me peshore, ka të bëjnë me bricjap. Keni pasur ndarje, keni pasur probleme, keni pasur dhe disa tragedi juve të shenjës së dashit, ku mundësitë kanë qenë të pakta. Keni bërë shumë, s'keni fituar. Keni arritur të bëni diçka vetë juve me 1% në garancinë dhe në kohën tuaj të jetës, të pozicionimit të planeteve, por keni pasur disa çështje problematike të vogla ku keni ditë të zgjidhni juve. Është momenti dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia, ku një nga momentet më të arta që keni tani tutje është periudha mjaft e mirë, sepse keni kohën tuaj, keni momentin tuaj për të zgjidhur disa çështje problematike që kanë ndodhur para disa kohëve. Duke pasur parasysh me këtë eklips dhe këtë hënë të re, nëse keni pasur probleme me ligjin, e zgjidhni. Nëse keni pasur probleme me dashurinë, me një ndarje me gafore, është koha më e mirë e mundshme. Keni pasur një problem me peshore, është aja dhe zhëja, do më kujtoni. Ke varë një individ pastaj ku ka ndodhur fenomeni. Me pa të drejtë, keni firmosur një dokument dhe delni në sipërfaqe disa sekrete. Juve dilni fitimtar, derdje ishit me shenjë, me kuptimin e fjalës, ishit fajtor, por tani jo fajtor, por dilni heroj, sepse keni pasur ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha në këtë drejtim. Vazhdojmë tek shenja e radhës, do thotë tek shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, hënë e re në luan ka një ndikim mjaft të mirë, sepse lidhet me familjen, lidhet me ndryshimet dhe vendbanime, punë të re, ndjeshmëri dhe mundësi. Demi është shejtoke, që kërkon qetësinë, sigurinë, vazhdimsinë. Demi për këtë eklips është një mundësi, se një kujtim shumë i mirë, nga mundësia dhe koha, është ndjenjë e brendshme.
këtu mund të pushoj, këtu mund të jetë vetvetja. Hënë e re në luan që kërkon një fillim të ri për juve është aja dhe zhëja. Dhe kjo do thot ndikimi dhe mundësia më e mirë. Miqtë e mi të shenjës së demit, ndikimin e këtij eklipsi që thot, apo mbani diçka sepse ju ushqen, apo sepse keni frikë nga ndryshimi. Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme për ju, sepse demi ka aftësi të jashtëzakonshme për qëndrueshmëri, për ndjenjë, për dashuri dhe ekonomi. Ka diçka shumë të madhe sepse lidhet me punën e tyre, lidhet me vendimin që do të marri. Është një nga mundësitë dhe kohën më të artë të qenë ndonjëherë dhe ka të bëjë shumë me vendimet të mëdha që vijnë tani e tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim. Për sa i përket demit, gjatë hënës së re dhe eklipsit diellor në luan është që do thot mos kapni pas një sigurie, që nuk ju jep paqe. Ky eklips që kërkon të shihni me sinqeritet familjen, punët e reja, ndryshimet të mëdha që keni. Nëse diçka në shtëpi duhet rregulluar, mos e shtyni. Shikojeni sot që jeni gati nesër. Nëse një bisedë familjare duhet bërë, bëjeni me qetësi. Nëse një marrëdhënie ka nevojë për më shumë ngrohtësi, kërkojeni. Nëse një përgjegjësi është bërë shumë e rëndë, ndajeni. Dhe nëse një model i vjetër familjar që mban lidhur me frikë, kuptoni se nuk jeni të detyruar të përsërisni. Ky eklips nuk vjen për t'ju prishur stabilitetin, vjen për t'ju treguar se stabiliteti i vërtet nuk është thjesht ajo që qëndron, është ajo që ju ushqen, ju qetëson dhe ju lejon të rriteni. Ndërtoni shtëpi, familje dhe jetën e brendshme ku zemra juaj nuk mbijeton vetëm, por ndihet e gjallë. Ajo që ka ndikim më të madh, sepse në fushën e dashurisë, në fushën e familjes, të tretët ndikojnë tek juve, të tretët ju prishin shumë ekuilibra ku nuk duhet, sidomos lidhjet që kanë të bëjnë me akrep, me luan dhe me ujor. Me ujor sidomos ose keni pasur një problem mjaft të madh, dhe kjo do thotë që një ndryshim ose një keq kuptim, keq interpretim vjen me momentin dhe mundësinë që tani mund të arrihet ajo çka juve keni, ajo çka juve doni, por sidoqoftë koha është mundësia. Koha është e rëndësishme për të ardhmen tuaj, për të drejtën tuaj, për studimet që keni dhe i lajm shumë i mirë që vjen për ju të shenjës së demit ndryshim pune në role drejtuese, një çështje ligjore që merr fund dhe dini të fituar. Për ju që jeni në diasporë, nëse prisni dokumentat, pregatituni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft rrezatuese për sa i përket shenjës së binjakëve. Për ju e shenjës së binjakëve, titulli është Fjalë që hapin rrugë, lajmet që ndryshojnë drejtim dhe vendime që kërkojnë zemër. Për binjakët, hënë e re dhe eklipsi diellor ka një ndikim, një komunikim të brendshëm, sepse lidhet me komunikimin, mendimin, marrëveshjeve, dokumentave, udhëtimeve, letrat dhe kuptimi i një pasaporte ose diçka shumë të madhe për ju që jeni në diasporë. Me të drejtën tuaj, përfitoni jashtëmase. Dhe kjo do thot me ndryshimin më të madh që keni, sepse binjakët ky eklips sjell pyetje shumë të rëndësishme. Kjo do të thot mundësi, kjo do të thot rëndësi për gjërat që juve keni, për gjërat që juve dëshironi, për gjërat që juve kërkoni të arrini. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për 1000 arsye, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të arta. Dhe ky eklips ju thot, mos e nënvlerësoni atë që thoni. Një fjali mund të ndryshojë një marrëdhënie, një mesazh mund të hap një kapitull, një dokument mund të bëhet çelës, një ide mund të kthehet në rrugë, por vetëm nëse fjala juaj është e lidhur me të vërtetën dhe jo vetëm për momentin, sepse keni të bëni shumë me punën, keni të bëni shumë me ndryshimin, keni të bëni shumë me çështjet madhore dhe jo vetëm. Ky eklips ju kujton se zëri juaj ka fuqi, mund të hap rrugë, të shërojnë marrëdhënie, të krijojnë mundësi, të sjellin fillime të reja, por vetëm nëse fjala juaj vjen nga një vend i sinqert, i qartë dhe i lidhur me shpirtin dhe me atë të padukshme. Është nga mundësitë më të arta, është koha më mirë e mundshme për zgjidhje të gjërave që keni. Por gjithashtu, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë janë me akrep, janë me virgjëresh, ku ka ndikim shumë të mirë, ku shkoni në altar dhe ka një peshë shumë të madhe për të ardhmet të afërt. Kemi me dashin, gjithashtu, është kohë shumë e mirë. Ndryshim pune dhe ndryshim vendbanimi, është momenti juaj dhe periudha ku do të shikoni gjërat të ndryshojnë në mënyrë të papritur, sepse e keni mundësinë, sepse jeni, keni, dashuroni, adhuroni dhe përfitoni. Dhe një surprizë shumë e madhe, nëse prisni, jeni në pritje të një fëmije, një pasardhës, është momenti juaj i artë dhe koha e duhur në vazhdimsi.
Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është për të lavdëruar dhe shumë gjëra nisin nga aja deri tek zhëja, sepse juve punoni me shpirt, punoni me zemër dhe dëshironi të bëni emër me punën tuaj, me të drejtën tuaj, jo thjesht emër. Që këta janë gaforret. Për sa i përket gaforreve, hënë e re në Luan në eklipsin diellor do të thotë një fillim i ri për vlerën personale, paratë dhe sigurinë, që ndërtohet me shpirtin tuaj të pastër. Keni të bëjnë shumë me një nga ndryshimet më të mëdha, favorizimet më të mëdha. Duke pasur parasysh, është një nga ndikimet më të mira të çështjeve të burimeve personale, mënyrë se si shihni vlerat. Ky është një eklips që nuk ju prek vetëm në nivelin praktik, por në nivele shumë të thellë emocionale, sepse për gaforret siguria nuk është kur vetëm çështje parash. Siguria është ndjenjë, është qetësi, është mbështetje, është aftësi për të ditur si mund të qëndroni në këmbë dhe kur rrethanat ndryshojnë. Luani ndriçon për ju fushën me vlerën personale. Kjo do thotë se kjo hënë e re, guvernatori juaj dhe ky eklips diellor mund sjell një fillim të ri, mënyrë se si të fitoni, si të shpenzoni, si të menaxhoni burimet tuaja, si të vlerësoni talentin tuaj dhe si të kërkoni atë që meritoni. Nuk është vetëm pyetja sa para kam. Është pyetja më e thellë, a e di unë sa vlej? Apo e respektoj punën time? Apo jap energjinë time aty ku vlerësohet? Apo pranoj më pak nga frika sa mos humbas sigurinë? Gaforja është shenjë e ndjeshme, shumë mbrojtëse dhe shumë e lidhur me familjen, me shtëpinë, me ndjenjën, përkatësinë. Shpesh ju e matni sigurinë përmes njerëzve që keni pranë, përmes familjes, përmes kujdesit, përmes marrëdhënieve dhe përmes ndjesisë, duket nga emocionet. Por ky eklips në Luan ju kujton pjesën shumë të madhe të sigurisë, që duhet të vijë nga vlerësimi juaj, nga aftësitë juaja për të thënë, unë kam vlerë, koha ime ka vlerë, puna ime ka vlerë, ndjenja ime është e vlerësuar, nuk mund të jap gjithçka pa marrë respekt. Është një diçkim, një diçka shumë pozitive dhe shumë herë më e thellë mbi ato çka është. Nuk diskutohet, nuk ka koha dhe mundësia dhe vazhdimësia është një moment shumë i artë, është një moment ku gjërat ndihen dhe duken te gaforja, sepse gaforja është vetvetja. Gaforja ka përfitime kolosale dhe në çështjet mjaft të mira dhe pozitive për anën tuaj më të mirë të mundshme. Por unë ju them gaforra dashur një mesazh që do të thotë: mos e ulni vlerën tuaj për mos humbni njerëzit ose situatat që t'ju ik nga duart. Nëse diçka ju do vërtet, do të respektoj vlerën tuaj. Ky eklips ju jep mundësinë të ndërtoni me siguri më të fortë, por do të filloni duke besuar se meritoni më shumë. Është kjo periudhë, është ky moment, është nga momenti më i mirë i mundshëm, është koha dhe vendimi më i madh që do të keni. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë karrierë dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Por në fushën e dashurisë, do të lutesha në një farë mënyre shoqërore që lidhjet që keni pasur ose keni dhe jeni në shpërbërje dhe një lidhjeje, shikojini pak ku keni humbur dhe ku keni fituar. Lidhje me shpirtin të flas, jo me vlerën monetare. Vlera monetare është sekondare. Shpirti është i përjetshëm. Ajo çka do të keni dhe mundësi që do t'ju jepet. Një nga momentet më të arta ose më të ndikuara, duke pasur parasysh një ndryshim shumë i madh që vjen në fushën e dashurisë, si do thotë me Bricap, keni pas ndarje me peshore, keni pasur probleme me demin, por do zgjidhni edhe disa gjëra të tjera. Por gjithashtu edhe me ujorin, të diçit të tretë. Mundoni që ti rregulloni gjërat, sepse është koha, është momenti, është periudha kur gjërat lëvizin dhe rregullohen. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese dhe mundësi të arta dhe flitet dhe koha që ndodhin fenomenet në këtë shenjë hënë e re dhe ky eklips që i duheshe kësaj toke, këtij rruzulli dhe mundësia të këtij viti të 2026 i vetmi eklips që do bëj bujë, jo zhurmë. Do vëre gjërat në vend, jo për një mirë arsye, por koha që ka të bëjnë, që kjo do të thotë Luani. Për sa i përket luanëve, luanët kanë mundësinë, luanët kanë vendimin dhe vërtetësinë. Një rilindje personale, një fillim i madh dhe një thirrje për të marrë përsëri dritën tuaj që nuk e kishit humbur.
por në disa raste mohuar. Për Luanët, kjo hënë e re që ndodh në shenjën tuaj, miq të dashur, një ngjarje më e fuqishme e vitit. Ky më i thjeshtë në ndikim më i mirë, një frymëzim momenti apo një fillim i zakonshëm ujor. Jo, ky është një eklips që ndodh në shenjën tuaj, në energjinë tuaj, në fushën e identitetit tuaj dhe personalitetin tuaj, si vendeve, si ndikimet personale në drejtimin e jetës. Kur një eklips ndodh në shenjën tuaj, jeta nuk ju pyet vetëm se çfarë doni të bëni, ju pyet kush jeni bërë dhe kush nuk mund të jeni më. Kjo është një pyetje shumë e madhe për Luanin, sepse Luani lidhet me diellin, me dritën, me zemrën, me dinjitetin, me krenarinë. Dhe kjo do thot momente, kjo do thot mundësi. Prandaj ky eklips mund të ndihet si një moment zgjimi, dashurie, respekti, si një thirrje për të dalë në një rol nga e vjetra në të re, nga stabilizimi dhe me këmbë në tokë. Hënë e re në shenjën tuaj gjithmonë sjell një cikël të ri. Por kemi një eklips diellor, ky cikël bëhet shumë më i fuqishëm, që mund të sjellë ndryshime në mënyrën më të mirë, më të artë të qenë ndonjëherë. Sepse ka ndryshime, ka ndikime, ka momente dhe kohën e duhur mbi zgjidhjet që bëhen. Nuk diskutohet sepse Luanët ka një moment që tani drita kthehet tek juve. Momenti dhe gëzimi më i madh që është tani. Ky eklips mund të sjellë kthesë të fortë në vetdije, në punë, në dokumentacione për juve që jeni në diasporë, po. Momentet më të mirë. Dhe dita më e artë e vitit dhe koha më perfekte që ndodh pikërisht tek juve, miqtë e mi, bini pas, sepse ky eklips dhe pikërisht dita më mirë e vitit që ka ndodhur që para 47 viteve. Pra një kohë mjaft e madhe në kohat e arta të çdo personi. Këtu e 47 vite ka qenë ndryshimi i madh që vinte drejt gjërave, drejt mundësive, drejt kohës, drejt çështjeve të rëndësishme që mund të ndodhin në anën tonë dhe jo vetëm. Por gjithsesi, është një nga kohrat më të arta dhe më pozitive. Në fushën e dashurisë, miqtë të dashur, mos ju ndani, edhe nëse keni pasur gabim, të thosha, sepse ne bëjmë edhe gabime ne, por me ujor, me akrep, me dem, mbajini mirë. Është një nga kohrat më të arta, është një nga momentet më të mira dhe më pozitive dhe më të arta të qenë ndonjëherë. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Prandaj është koha juaj, është momenti juaj më i artë dhe periudha më ideale e qenë ndonjëherë për stabilizimin dhe gjërat konkrete që do të keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që tani për tani ndodhet në anën më të mirë të mundshme, në stabilizimin, konkretizimin e gjërave dhe të artë mbi takime, bisedime, çështje, vendime të rëndësishme që merren, që do thotë virgjëresha. Virgjëresha do thotë që ndiset në heshtje, mbyllje shpirtërore dhe përgatitje për një fillim të ri. Probleme nga më të ndryshmet. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi. Dhe ky eklips vjen për juve për të hequr frikën, për të ecur përpara, për të ndryshuar shumë gjëra në jetën tuaj. Ky është një moment kur jeta ju thotë, ndalu pak, dëgjo shpirtin tënd, dëgjo trupin tënd, shiko çfarë ke mbajtur brenda pa e thënë, shiko çfarë duhet mbyllet para se të fillojnë diçka e re. Mbyllni të shkuarën, kur them nga njëherë tek mesazhet që edhe në televizion që them nganjëherë çështjet e së shkuarës kur kemi eklipse dhe hënë të re. Ku është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm marrim tort ku diun. Nuk është thjesht atë që them. Pra, po të vini re kombinimin të bëni me atë çka flitet andej dhe çka flasim në realitet, realiteti është pak i hidhur, po është ajo çka duam ne. Virgjëresha është shenjë e analizës e punës, e rregullit, e shërbimit, përgjegjësive, përmirësimeve dhe kërkon shumë gjëra në një kohë. Logjika mjafton, ndryshimi është mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për juve të kësaj shenje. Duke pasur parasysh virgjëreshat, duket se kanë momentin e tyre, kanë kohën e tyre për bërë zgjedhjen e duhur në anën e në pozicionimin e planeteve, sepse është një periudhë mjaft e mirë. Është një periudhë që vërtet ndodh, ndikon në jetën e përditshme, në jetën sociale dhe jo vetëm. Është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Respektoni, rregulloni, startoni. Momenti dhe koha që ndodh tani e tutje nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv
në lidhje me punën, në lidhje me gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj. Një punë e re, një plan afatgjat, një kohë që keni tani është ndryshimi më i madh që mund të ndodhi tani tutje për juve. Dhe është pikërisht kjo periudhë, është ky momenti i artë i ndryshimit madh, momenti i artë i punës, i karrierës dhe jo vetëm. Në anën tjetër, kemi të bëjmë në lidhje me punën, një takim që do bënë një kontratë shumë të rëndësishme, miqtë e mi të dashur, e prisni diçka të tillë, sepse ka të bëjnë shumë me vëmendjen tuaj dhe kuptoni edhe diçka tjetër. Përvigjeshat mesazhi qartësia, që do thotë drita nuk vjen gjithmonë nga skena. Kuptojeni këtë. Ndonjëherë drita ndizet në heshtje dhe kur ndizet nga brenda, ajo ju tregon çfarë nuk duhet të mbani dhe çfarë duhet të mbani. Pra, keni vënë re nga ndonjëherë disa buzëqeshin nga ironia, por kuptojnë direkt se çfarë ironie kanë. Por nga ndonjëherë këto gjëra ndryshojnë dhe diktojnë shumë në jetë, në përditshmëri. Por duhet diçka që themi, duhet argumentuar, që po të argumentojmë thellë dhe të kuptojmë arsyen pse jemi, e do kuptojmë shumë gjëra ku do të shkojmë. Dhe kjo është ajo që unë them gjithmonë dhe është mundësia. Është periudha më ideale dhe më e mira e që ndonjëherë mbi këto drejtime. Dashuria e vërtet është me dash, me shigjetar dhe me binjak. Vijojmë tek shenja e radhës, një shenjë ndryshe nga të tjerat, shenjë ajri, që do thotë peshorja. Me sa duket, peshorët duket se tani kanë momentin, kanë kohën, kanë periudhën dhe ndryshimin. Mundësia më e madhe që vjen për këto shenja është momenti dhe periudha mjaft e mirë, sepse duke pasur parasysh kohën, momentin, mundësinë, rëndësinë që vinë gjërat. Por gjithsesi është një hënë e re që ndikohet shumë. Miqësitë që ndryshojnë, ëndrat që marrin formë dhe njerëzit që hapin rrugë të reja. Për juve të kësaj shenje, keni momentin dhe kohën, keni dashurinë dhe mshurinë e brendshme, që kjo do të thotë zgjidhje, kjo do të thotë mundësi, një blerje shtëpie, një dokument e merrni. Ju keni në diasporë përfitoni përfaqësinë nga problemet që keni pasur. Për juve që keni pasur të diçit të tretë sidomos, ky eklips pastron gjithçka keni pasur, sepse me ndikimin më të madh, peshorja është shenja e marrëdhënieve, të ekuilibrit, diplomacisë, harmonisë, bukurisë dhe jo vetëm. Nuk keni shenjë që ecën lehtë e të izoluar nga bota. Ju keni nevojë për dialog, për bashkëpunim, për pasqyrim, për atmosferë, për marrëdhënie që kanë kulturë dhe mirëkuptim dhe estetikë shpirtërore. Por ky eklips në Luan ju pyet diçka shumë të rëndësishme. A janë njerëzit që keni pranë në përputhje me të ardhmen që doni të ndërtoni? Shtrohet pyetja. Juve e keni përgjigje? Në anën tjetër, unë besoj se keni gjëra të mëdha, sepse fusha që aktivizohet për ju nuk është vetëm fusha e miqësisë, është fusha së ardhmes, është vendi që ruhet ëndra, objektivat, projektet, afatgjat, dëshira për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe dhe lidhje që ju ndihmon të hapni rrugë. Prandaj kjo hënë e re dhe ky eklips diellor mund t'ju sjellë njerëz të rinj, grupe të reja, bashkëpunime të reja, projekte dhe ajo që do të thotë më tepër kontrata të rëndësishme. Një punë, një blerje, ndikimi më i madh që ka të bëjnë është aja dhe shëja për sa i përket mundësive dhe duket se tani është koha më ideale e qenë ndonjëherë. Dashuria munguar me dash, gafore dhe ujor. Bini pas se do më kujtoni për gjëra që kanë të bëjnë, për mundësi që jepen dhe periudha që ndodhin fenomenet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që të tretët friksohen, por ata adhurohen, dashurohen dhe kanë mundësinë periudhën më të artë të që ndonjëherë, që këta e kanë emrin akripët. I gjë të dini miqtë e mi të shenjës së akripit. Do të thotë hënë e re në Luan dhe eklipsi diellor tregon një kthes të fortë në karrierë, statut dhe drejtimin publik të jetës, ana pozitive dhe korektësia juaj. Për akrepin, me kësa akrepi, ka një kapitull të rëndësishëm në fushën e karrierës, reputacionin, statutin, ambicjet, pozicioni i punës, i marrëdhënieve, autoritetet të rëndësishme. Ky është eklipsi shumë i fuqishëm, sepse ka të bëjnë me ndryshime shumë të mëdha dhe është në anën më të mirë të mundshme.
është për juve sepse Luani është shenjë fikse, ashtu si dhe juve. Dhe kur një eklips ndodh në një shenjë fikse që jeni dhe ju, i prek çështjet që nuk ndryshojnë lehtë, por kur ndryshojnë thellë. Dhe kjo do thotë për akrepët, ky ndikim nuk është i vogël, nuk flet për një detaj të përditshme, as për ndryshim kalimtar. Ai prek dhe ndikimin dhe pyetjen, ku po shkon jeta ime? Çfarë duhet të ndërtoj? Çfarë vendi dua të zë në botë? Apo respektohet puna ime? A kam marrë përsipër përgjegjësitë që më rrisin apo përgjegjësitë që më konsumojnë? A jam në rrugën e duhur apo thjesht po mbaj një pozicion nga frika e ndryshimit? Pra, shikoni se si lidhen gjërat ndonjëherë për çdo shenjë dhe mënyra se si gjërat vijnë, por në anën tjetër, unë do thosha dhe e them të madhe, sepse ka diçka shumë të madhe në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimin e madh që do të keni, dhe kjo është ajo çka ju them, juve shikoni me sy. Akrepët shikojnë me sy, nuk kanë nevojë të flasin. Është një mundësi shumë e mirë, është një moment i artë, është një moment ndryshimi dhe reputacioni që juve keni. Do shikoni dhe vetë shumë ndryshime do të keni, por me këtë eklips do bëhet nami ndryshime fatale nga të gjitha anët për 12 shenjë zodiakale. Sepse ka një ndikim që lidhet me punën, lidhet me ndryshimin e madh që po vjen. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me peshk të dhjetëçit të parë, jeni shenjë uji. Me luan të dhjetëçit të tretë, por me gafore ziheni ju, po duheni. Një ngrinje dashurie, nëse do ta marrim të mirëqenë diçka të tillë. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por me zgjuarsi dhe maturi çdo gjë ndodh në anën tuaj. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese për gjërat që bëhen, për momente që vijnë dhe periudha kur ndodhin fenomenet, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se ndikimi më i madh me hënën e re dhe eklipsin diellor do thotë një horizont i ri, hapet, udhëtimi i fatit dhe guximi për të besuar përsëri. Për shigjetarët, hënën e re në luan eklipsit diellor, gjithashtu hap një kapitull shumë të rëndësishëm në fushën e udhëtimeve, studimeve, dijes, besimit dhe jetës, kontakte me jashtë, çështje ligjore dhe gjëra të tjera që mbyllen dhe fillon diçka e re. Kjo është një ndikim shumë i fuqishëm dhe shumë rast të mbështetës për ju, sepse luani është shenjë zjarri, ashtu si dhe juve. Kjo do të thotë se energjia e eklipsit nuk ju prish punë, por ju zgjon, ju nxit, ju hap rrugë për të ardhmen, ju kujton se gjërat janë në anën më të mirë të mundshme tuaj dhe pozicionimi planetar ju jep këto mundësi të arta që juve keni tani tutje. Dhe nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me kulturën, ka të bëjnë me karrierën dhe jo vetëm, sepse keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt. Sidomos në re në ndikimin më të madh që keni dhe çështjet në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin e madh, sepse shigjetari me hënën e re dhe eklipsin diellor është të hapni horizonte, por mos ngatroni lirinë me nxitimin. Ky eklips ju jep ndikime dhe çështjet madhore, sepse kontaktet me jashtë, projekte të mëdha, publikime, çështje ligjore, besim i ri dhe një drejtim më të gjerë në jetë. Mos merrni vendime të mëdha vetëm nga entuziazmi i momentit, mos idealizoni njerëz, vende ose mundësi që keni të paqarta, qartësohuni, pra veproni. Ky eklips mund të jetë shumë i bukur për ju, sepse ju rikthen zjarrin, vizionin, besimin, por fati kërkon edhe përgatitje. Nëse një derë hapet, shihet me zemër, por edhe me mendje. Nëse një horizont ju thërret, ndiqeni, por me plan, sepse ky muaj mund t'ju tregojë se jeta ka ende rrugë të madhe, por ju për këtë herë duhet të ndiqni më shumë pjekuri, sepse ndikimi që bëhet, ku koha duhet dhe përgjegjësi. Dhe kjo është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive. Dashuria e munguar, mund të themi me bindje që ka të bëjnë me binjak, ka të bëjnë me virgjëresh, ka të bëjnë dhe me dash. Janë kohrat më të arta dhe më pozitive të që ndonjëherë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ndryshon shumë nga çdo gjë që ndodh dhe reputacionin shumë të madh, që do thotë ndryshime dhe vendbanime. Që këta janë britsjapët.
Periudha e shenjës së bricapëve duket se eklipsi diellor dhe hënë e re do thot një transformim të thellë, një çlirim nga e kaluara, ndikime, çështje ekonomike, financiare dhe punë të reja. Për bricapët, ky ndikim është mjaft i madh, sepse një kapitull shumë i rëndësishëm dhe shumë i thellë në fushën e transformimit të anës ekonomike, financiare, detyrimet borxheve, trashëgimive, taksave, kredive, investimeve, mundësive, periudhën ku ndodhin fenomenet, nuk flet vetëm për ngjarje, por edhe çështjet e hollësishme që lidhet shumë me punën aktuale dhe me një nga ndryshimet më të mëdha që ndodhin në fenomenet të ndryshme që ka të bëjnë, por dhe mundësitë të arta që ka kjo periudhë. Është një nga periudhat më të ndikuara dhe më të ndryshme nga ajo çka pritet dhe çka është. Është mundësia dhe koha më pozitive. Ky eklips ka të bëjë shumë dhe ndikime mjaft të mëdha dhe ju pyet, çfarë po mbanin nga Afrika? Çfarë borxhi emocional apo material ka ardhur koha të zgjidhet? Cila lidhje ju mban të varur? Kur keni humbur qetësinë duke dashur të kontrolloni gjithçka. Kur nuk keni besim të plot, ku jeni duke dhënë fuqi të njeri me situata ndryshme që pritet të rregullohen. Dhe kjo do thot rregull, kjo do thot mundësi dhe vazhdimsi në jetën tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar, por gjithçka zgjidhet dhe koha është në favorin tuaj. Në çështjet e dashurisë, edhe pse me gafore keni pasur probleme, janë të zgjidhshme tani e tutje. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive, sepse gjërat ndikohen, gjërat arrihen dhe mundësit janë në anën tuaj. Që këta do thot ujorët. Për sa i përket ujorëve, meqense ujorët tani për tani kanë disa mundësi. Çfarë? Ekonominë, vullnetin, periudha kur ndodhin fenomenet. Momenti më i mirë i mundshëm që ka të bëjnë për juve miqtë mi të dashur, duket se ka një mundësi të artë. Ajo që ka do ndodhi me hënën e re në luan dhe eklipsit diellor për juve, do të thot marrëdhëniet që zbulojnë të vërtetën, partneritete që ndryshojnë dhe zgjedhje që nuk mund të shtyhet më. Keni pritur shumë dhe tani erdhi momenti. Për ujorin, hënë e re dhe në luan dhe eklipsit diellor në luan, janë një nga ndikimet më të rëndësishme të vitit dhe të momentit më të fuqishëm për arsye të marrëdhënieve, të martesës, partneriteteve, bashkëpunimeve, kontratave, kundërshtarëve të hapur dhe njerëzve që qëndrojnë përballë jush. Ky eklips nuk ndodh në shenjën tuaj, por ndodh përballë jush. Dhe po të vini re, është në luan, pra është përballë, ju keni luanin përballë. Ky eklips nuk është ndikimi, por është zbatimi. Dhe kjo do thot në shenjën e luanit, dhe kur qielli aktivizon boshtin ujor luan, atëherë tema kryesore bëhet shumë e qartë. Unë dhe tjetri. Ujori është shenja e pavarësisë, mendimit të lirë, vizionit miqësisë së ardhmes, ide, komunitete, ndryshime dhe harmoni. Por marrëdhëniet kërkojnë zemër, kërkojnë prani, kërkojnë ngrohtësi, kërkojnë guxim për të thënë, unë jam këtu, po dua të di nëse edhe ti je vërtet këtu? Shtrohet pyetje, ja pra se sa si lidhen gjërat dhe ndikimet. Ky eklips mund të sjellë zhvillime të rëndësishme në dashuri. Për disa ujor mund të hapë një kapitull i ri, një marrëdhënie ekzistuese, mund të ketë një vendim për angazhime për martesë e papritur, sepse juve prisni diçka tillë. Edhe pse keni qenë mjaft të mbarur nga gjërat që ndodhin, po ja pra që ndodhin, ja pra që vjen një nga momentet më të arta, më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse është koha, është momenti, duke ikur nga heshtja, është momenti juaj. Është periudha, është faza ku njerëzit kuptojnë se lidhjet do marrin fund, lidhjet e vjetra problematike. Do dëgjoni shumë gjëra kur them unë që ju kanë prishur punë të tretët edhe lërini në strofën e tyre, sepse kur do dalin mbi sipërfaqe tani, arma më e fuqishme nuk është të grinde, është të debatosh. Kurr në kurrës. Është ti buzëqeshësh që ai të kuptojë gabimin dhe të trokaset të thotë unë po e bëra një gabim të tillë. Kjo është vlera që juve keni, ku jore dashur. Kur të tjerë nuk u përfillin për një mijë arsye, por bëjnë vetë zgjuarin. Nuk ka pikë lidhje. Pra është ndryshimi dhe ndikimi më i mirë i mundshëm. Në fushën e dashurisë, edhe pse në punë një kontratë shumë e fuqishme dhe e rëndësishme do bëhet për juve, e keni të domosdoshme në vlera. Dhe dashuria me luanin, me akrepin dhe me demin. Me demin sidomos, sado që të grindeni, mes pazarit mund të rrifeni, por është dashuri. Është dashuri e vërtet. Është ajo çka është me një, kur them unë,
nga ndonjëherë që me një tjetër mund mos bëni, por pa njëri tjetrin nuk jetoni. Kjo është ajo çka është. Kjo është ajo çka ndodh, kjo është ajo çka keni në vëmendjen tuaj. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet është ndryshimi, është mundësia, është dhe karriera ku shumë gjëra ndodhin për një mi arsye. Që këto do të thotë shenja e peshqeve. Hënë e plot, hënë e re dhe në luan dhe eklipsi diellor ka dy qëllime. Një fillim i ri në punë, duke ikur nga rutinë e përditshme dhe duhet të ktheheni në burim drite. Dy gjërat kryesore të jetës. Sepse për peshqit hënë e re në luan dhe eklipsi diellor në luan, që ndodh nesër, ka një ndryshim dhe indikim shumë të madh. Mbi punën, mbi karrierën, mbi takimet dhe bisedimet të rëndësishme që bëhen, që nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim. Kemi shumë ndikime dhe organizime. Dhe kjo është domosdoshmëri, kjo është mundësi. Dhe peshqit që janë shenjë uji, shenjë ndjeshmërie. Dhe kjo do të thotë keni nevojë që puna, rutina, kujdesi, marrëdhëniet, ritmi i ditës mund të mos jenë thjesht mekanik, por të kenë një lloj lidhjeje të brendshme. Prandaj ky eklips në luan ju pyet, apo jetoni ditën tuaj me zemër apo thjesht po kaloni detyrimet njëra pas tjetrës? Nuk diskutohet sepse ky eklips është ndikimi më i madh dhe kjo do thotë që ta keni parasysh nga Jorgo. Ky eklips ju thotë, nuk mund të shërbeni të tjerët duke harruar veten. Kur them nga njerë, kur nuk je për veten tënde, nuk je dot për tjetrin. Të tjetri kur të shfrytëzon ti nuk ke mundësi të rregullosh dhe të arrish atje kudo. Shikojeni disa gjëra. Jepni brenda mundësisë suaj. Sepse juve keni një veti, keni një ndikim shumë të mirë, që bëni derë dhe nuk e përmendin kur tjetri. Tjetri ta merr për dobësi. Punë e madhe të marrë se doj. Ju bëni atë tuajën. Dhe e keni sepse ndryshim pune po. Në lidhje me punën, me ekonominë, një çështje kredie do ta merrni sepse do t'ju duhet. Dhe shumë gjëra të tjera vjen një moment mjaft i artë dhe shumë pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricapët e dishit parë, me gaforet e dishit tretë që është perfektja, por një ndikim shumë i mirë dhe shumë pozitiv është me virgjëresh të dhjeticit të tretë. Këto ishte pak a shumë sa përket kësaj teme kaq të rëndësishme dhe të volitshme, që do të thotë ndikim, që do të thotë një hënë e re dhe një eklips në boshtin luan ujor. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë ju teleshikues të nderuar, ku do ndodhni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, ku atje ndodhet sekretaria, nëse ju e keni dëmën që doni të bëni një parashikim, atë shkoni në sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Nga unë Europulla, një roj më të mirë e mundshme. Sepse ndryshimet e mëdha vijnë, i kemi, që nuk kanë ndodhur këtu e 47 vitet të kaluara. Në Europulla, gjithë mirë.